Një sëmundje është përhapur në një fermë baktish në fshatin Domën të njësisë Postrib në bashkinë Shkodër. Ferma është vendosur në karantinë nga shërbimi veterinar. Fermieri Zamir Milani thotë se situata është e rëndë dhe kanë ngordhur disa bakti. Ai kërkon të zbuluohet çfarë sëmundje është, ndërsa thekson se në tregun e baktive ku ka bler nuk ka bakti të matrikulluara. Sipas tij kjo sëmundje është e përhapur edhe në zonat e tjera. Janë smur, patash 2 javë, që kanë filluar me shfaq puçra edhe në gojë edhe në gjina. Por situata është e jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordhje. Një më ka ngordhje, një para 10 ditë. Një kam të humbur, nuk e di se a ka të softë mal, diçka e tillë mund të jetë. Por situata shumë e rëndë. Unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë sëmundje kanë. Nëse shkojnë të diellën në pazar, nuk shikon një dhi ose edhe bakti të asha matrikullume. Por çdo gjë jashtë kontrollit. Ju i keni bler në treg? Po, në treg e kam nesh personin. Kur i ke ble? Në Amazon para 3 muajsh. I ke ble? Po, e kam filluar me ble, kam ble 3 herësh. Por aty nuk shikon asnjë dhi matrikullume, pra domthon këta çka kërkojnë, pse thonë se nuk ket pa matrikullume. Absolutisht jo, absolutisht jo. Jo ndijtar na. Un kam kontaktuar me një veterinar në Berat, edhe më thotë që kjo sëmundje është shumë e përhapur atje, thonë vin prej Greqisë. Normal që kjo është një diskutim që është shumë i gjanë, nuk ka se ka vetëm të dhi, ka të delet. Ai shton se ka pasur dëm ekonomike dhe akuzon përpafsi nga veterinarët e zonës. Për zotin, ta them drejtën, 1.600.000 lekë kam investuar. Domethënë tash 3 muaj, 1.600.000 lekë. Se normal një dhi sot 250-300.000 lekë ka shku. Se di, unë shikoj me të drejtën në zonën tonë me pak fjalë një pafsi të veterinarëve. Nuk e di, nuk është diçka e pa studium, i shikoj të paftë. Ndërkohë inspektori i shërbimit veterinar Shkodër, Mohamed Bisha, tha se për të përcaktuar llojin e virusit janë marrë mostra gjakut, të cilat do dërgohen për analizë dhe dyshimet janë për 2-3 sëmundje. Ai vuri theksin tek problemi i baktive të cilat blende pa matrikuluara dhe pa kontrolluara. Vetë fermieri ka probleme në vende që janë të pa autorizuara dhe pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Edhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, mandat i të sotme të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Në kohë me këtë fermën aktualisht, në këtë vendoset në karantinë. Dyshimet janë 2 ose 3 sëmundje të cilat nuk mund të prononcojmë sepse nuk e di me siguri dhe ndoshta po bëjmë një gabim profesional, por mana 1 ose 2 ditëve do të përcaktohet eksaktësisht cila është infeksioni pafshtimta, të pa matrikulluara dhe të pa identifikuara, të cilat nuk kanë as me certifikat lëvizje, as me numër matrikullit, as gjë. Autoritetet bëjnë thirrje për vigjilencë dhe bashkëpunim nga ana e fermierëve në zonë.